Nuk e di pse, por duket sikur gjithëve u pëlqen të këndojnë, ose nga gjithë profesionet duket sikur këngëtarët i tërheqin më shumë. Kur isha e vogël më pëlqente që të bëja një festival në shtëpinë time. Edhe visha këpucët e mamit, fustanin e saj në atë kohë në komunizëm, ato kishin vetëm një palë këpucë të bukura, edhe pak fustane të mira, të cilat ishin të zgjedhura për raste të caktuara, festash familjare ose festa që bënin me ndërmarrjet. Vija pak buskuq, merja kordonin e hekurit për ju të brezit të viteve 80, 90, ndoshta e mbani mend ato hekurat e hekuroses së rrobave që kishin një kordon interesant me një kokë që ishte me një pjesë porcelani, edhe ato unë e përdorja si mikrofon. Tani, nëse mbani mend ato apartamentet tona, 2 dhoma e kuzhinë, akoma ekzistojnë disa nga pallatet e kohës së Enverit, kanë patur një aneks të vogël që ne e ndanim me perde nga pjesa tjetër ku ne qëndronim, pra nga dhoma e ditës ose kuzhina. Në atë kohë ne nuk i thoshim sallon, salloni ishte një fjalë e huaj. Por kjo ishte dhoma ku shndrohej në skenën e festivalit, do më mbyllja ato perdet edhe pastaj njëherë bëja prezantuesen dhe pastaj futesha pas perdes në aneks edhe dilja përsëri si një nga këngëtarët, Irma Libohova, Parashevi Simaku, Nertila Koka, Anita Take, këngëtarët e ndryshëm që ne kishim në atë kohë. Tani do thoni ju pa audienca kush ishte. Ndonjëherë nuk kisha audiencë dhe ndonjëherë e detyroja motrën që të bëj audienca ime. Dhe kjo ishte një nga ato lojrat e preferuara të asaj kohe që ndonjëherë edhe i luanim si fëmijë të lagjes para pallatit ku organizonim shfaqje të ndryshme. Më vonë, gjatë aktiviteteve të rinore, kur isha studente, i luanim drama ose skeqe dhe ndonjëherë më qëllonte që të luaja në rolet e një fëmije të vogël. Edhe mbaj mend rolin e një vajze të llastuar ku kisha ato dy bishtaleca, një pistolet plastike nga ato të plazhit në dorë, edhe isha bija e llastuar e një familje që jam argëtuar me atë rol, por ishte thjesht një rol. Pse po i sjell këto sot? Sepse ndonjëherë jeta duket njësoj. Ne rritemi megjithatë mbartim ëndra të fshehura ose ambicie edhe synime në zemrën tonë që ndonjëherë mund të jenë si ato rrobat e mëdhaja, pra ato këpucët e mëdhaja që s'janë tonat, ato rroba që nuk janë tonat dhe duam të veshim personazhe që nuk jemi ne në të vërtetë. Por arsyeja pse e kërkojmë kaq shumë është sepse kështu marrim një lloj vlerësimi dhe një lloj admirimi edhe pranimi nga njerëzit e tjerë. Në raste të tjera ne veshim në thonjza rroba më të vogla, pra ngecim në një fazë të jetës ku jemi rritur tashmë dhe ajo nuk na shkon më përshtat. Pra adoptojmë një lloj roli edhe një lloj imazhi të vetes tonë, një lloj profili të vetes tonë që nuk na arrin më. Domethënë ne jemi rritur, është i ngushtë tek ne, janë si ato pantallonat e shkurtra mbi gjuhë që nuk janë për modë, por janë sepse ne jemi zgjatur. Dhe ndoshta njerëzit e tjerë rrotullnesh nuk e kanë vënë re që ne jemi rritur tashmë, që ne jemi maturuar, që ne kemi fituar aftësi të reja, por ato na lën në ato rrobat tona të vjetra. Një nga lutjet e mia të shpeshta është: Zot, mos më lër që të vesh këpucë të mëdha, edhe rroba të mëdha që të më rrinë si ato kostumet e mëdha që duken gallat kur ti i shef te një fëmijë i vogël, por në fakt duken qesharake nëse ti si një i rritur vesh diçka që nuk të qëndron, nuk të rri. Pra e kam fjalën për një rol, për një imazh të vetes që ti e projekton për të dukur i rëndësishëm në sytë të tjerëve, por njëkohësisht mos lejo që të mbetem në rroba që janë më të vogla për mua, që unë jam rritur tashmë, por më ndihmon të vishem me rroba që më rrin fiks, që unë mund të lëviz lirshëm, të shërbej me gëzim dhe të lulëzoj plotësisht. Pra që t'jem në atë vend, në atë pozicion, me ato dhunti që kam, ku unë mund të operoj në një mënyrë të lirshme, me gëzim, edhe ku mund të rritem edhe të lulësoj. Një pyetje për ty. Kur mendon për jetën tënde dhe fazën ku je, a ndihesh sikur po aspiron të veshësh ose ndoshta e ke veshur këto këpucët më të mëdha?
vetëm sepse do që të tjerët të vlerësojnë, apo të kanë lënë në një fazë ku rrobat që ke janë të ngushta për fazën ku ti je në jetën tënde. Dhe unë do të inkurajoja që të lutesh ashtu si unë, që Zoti të vesh me rrobat e duhura në këtë sezon, që ty të rinë fiks për shtatë, që janë të bukura, të tregojnë bukur, por edhe të mundsojnë që të lëvizësh lirshëm. Komento më poshtë dhe nëse nuk më ndjek, por ke dëshirë që të më ndjekësh, atëherë më bëj subscribe. Sot ju bekoftë dhe dëgjojmë në videon tjetër.